të vërtet të atij që i ndjen festat në realitetin e tyre. Jemi këtu sot si një parti, jo pjesë e sistemit, por si një parti antisistem. Jemi këtu për të kujtuar vërtet vlerat e festës së çlirimit, në emër të atyre të bijve të gjithë Shqipërisë, po sidomos dhe të bijve të Fierit si e reja Lerigero që kanë dhënë jetën për drejtësi dhe për lirinë e këtij vendi. Kështu që ne kemi ardhur këtu për të kujtuar mbi të gjitha që këto vlera duhen respektuar, por duhen respektuar edhe në jetën e përditshme, jo vetëm për eventet e mëdha që kujtohen nga të gjithë, por duhen kujtuar në punën që bëhet në përditshmërinë e komunitet, në drejtësinë që ne japim komunitetit dhe duke ruajtur dhe ato vlerat të cilat janë sovraniteti territorial, mos i lëshojmë këto për vende si Gjadri apo në marrëveshje territoriale me Greqinë që nuk kanë asnjë interes të përbashkët me komunitetin. Zoti Baba, të gjitha forcat politike janë duke festuar veçmas sot, pak në këtu në qytetin e Fierit, opozita do vijmë pas. Ju duket normale që gjaku dhe sakrificat e rëmbë për liri nuk mund të bëjmë bashk pasardhësit e tyre sot, pas 81 vitesh? Atëherë, nuk është për mendimin tim për t'i vënë në rëndësia në këtë kontekst, pra në këtë drejtim që ju vut, por përveç se në një ditë festive siç është kjo, që pavarësisht se vim secili në një kohë të shkëputur, e rëndësishme është që vlera e sotshme të jetë një vlerë vërtet që vlerësohet gjatë gjithë vitit. Dhe ata që vinë këtu ta respektojnë kombin dhe festën e çlirimit dhe pavarësinë gjatë gjithë vitit dhe nuk mund ta kujtojnë vetëm për shfaqjen për mediat në një moment të veçantë ku tregojnë bashkim. Bashkim tregohet gjatë gjithë vitit duke respektuar të gjithë shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit juve.